أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد falëndrimi takon Allahut subhanahu wa taala, salavat dhe selam i dërgojnë pejgamberit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe shokëve të tij. Sot do të flasim për një cilësi, një virtyt për virtyteve të moralit, që në arabisht quhet wara. Këtë fjalë si zakonisht e përkthejnë devotshmëri. Mirë po, kuptimin e ka një ndërgjegjshmëri e lartë ndaj mëkateve, ndaj gjunave. Me pas një droje, një kujdes të madh që mos me ra në gjunahe. Nuk është sikurse, domethënë, është e ngjashme deri diku me takvallëkun, mirë po, kujdesin që duhet me pas besimtari për mos me ra në gjunahe. Nëse njeri fejnë e ka diçka shumë të shtrenjtë në vetvete, nëse e madhnon Allahun ashtu siç meriton Allahu subhanahu wa taala, atëherë automatikisht ka me pas edhe këtë ndërgjegjshmëri, këtë kujdes që mos me bë gjunahe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abu Hurajras radhiyallahu anhu, tregohu i ndërgjegjshëm ndaj mëkateve, domethënë i kujdesshëm për mos me ra në mëkate, do të llogaritesh nga njerëzit më adhurues të mëdhej të Allahut subhanahu wa taala. Kun wari'an takun a'bada an-nas. Kun wari'an takun a'bada an-nas. Tregohu, domethënë, i kujdesshëm, nuk është puna mos ban gjunahe. Kjo është një drejgje më lart se sa me bë gjunahe. Varësisht për asaj se çfarë domethënie ka feja iman. A keni pa disa njerëz për shembull të cilët nuk janë shumë fetar, ndoshta nuk janë edhe namazli. Nuk e ka problem për shembull, se fal namaz sa kur gjo, e fali nesër. E fal nesër namazin. Por dëni gjuna s'ka lidhje, hajdeve se Zoti nuk është në zor për këtë, nuk është në zor për ata. Kjo tregon se feja tek këta njerëz, domethënë është shumë e zbehtë. Ne nuk themi që janë muslimanë, ata e thënë shahadetin, besojnë, bëjnë ndonjë vepër për veprave të Islamit. Mirë po, njeri i cili fejnë e ka të shtrenjtë, imanin e ka të shtrenjtë, simbolet e fejës i madhron, Allahun e madhron, Allahu t'ja di, domethënë, vlerën, besimit, Islamit, Kuranit, domethënë, a e ka një kujdes shumë të shtuar edhe të madh dhe shumë i ndërgjegjshëm për mos me ra në gjunahe. Definicioni i kësaj cilësie është kështu: el wara'u, pra kjo ndërgjegjshmëria, ky kujdesi, është të shmangësh gjërat e dyshimta nga frika se mos me ra në haram. Domethënë, mi lan disa punë të cilat janë dyshimta nga frika mos me ra në haram. Një dietar tjetër kështu e ka definu. Ka thonë, të heqësh dorë nga ajo që nuk ka ndonjë problem, nga frika që mos me ra në diçka që është problem. Ka dhe njerë e le diçka që nuk është shumë problematika, ajo, mirë pa e le si një preventiv, një parandalim për mos me ra, ta ajo që ka problem. Nuk është e njëjtë sikurse zuhdi ose asketizmi. Asketizmi me kon zahid në këtë dunjë, do me thonë, kjo është drejgja hala më e lartë. Asketizmi do me thonë, me u kon zahid, që ka porosit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me kon zahid, do me thonë milion gjëra që s'të bëjnë dobi në ahiret. Kjo quhet asketizëm. A kjo jo? Kjo është milion gjëra të cilat nuk janë ndalume, mirë po milion disa gjëra që në esencë janë mubah për mos me ra të një vepër e ndalume. Se këshini, siç ka thonë njëri prej dietarëve, ka përmend Hafidh ibn Hajeri në komentimin e tij të Sahihul Bukharit, më thonë El-Qabbari, quhet, më thonë dietar, i cili ka thonë kështu: midis haramit edhe njerit janë gjanat mekruh. Mekruhi është midis teje dhe haramit. Për çat njeri i cili bën shumë mekruhe, ai shumë shpejt ka me ra në haram. A midis njerit edhe mekruhit janë gjëra të cilat janë mubah. Mubah çka janë? Gjëra që nuk janë haram, janë gjëra të lejuara, mirë po,
nuk të ndihmojnë kur gjo për në ahiret. Ato. E njeri I cili, do të thonë, lëshohet shumë në gjëra të cilat nuk janë të dobishme për ahiretin. Kur gjo s'merr sevape. Për shembull, normal ne bëjmë gjëra të tilla, mirë po njeri I cili shumicën e kohës dhe aktiviteteve të tij dhe angazhimeve të tij I ka të fokusuara në gjëra që si bëjnë kur gjo dobi për ahiretin, ki zakonisht bjen me kruhe masane. Për çatë fakti që një send është I lejuar, jo çdo herë është mirë me bë. Por që mu ba çka është me pushu, me dal me shëtit, rekreacione, mirë por nëse dikush e ka të mbushur kohën e tij vetëm me kësi gjana, zakonisht këto mu bahet e tepërta në të cilat fokusohet njeri e çon njerin me kruh. E me kruhet e çon njerin në haram. Me kruhet e çon njerin në haram. E tash ndërgjegjshmëria ndaj gjunahit, elwara, kjo devotshmëria që duhet me pas, kjo friga, se kjo buron nga friga që e ka njeri për mos me hinë xhehenem. Nga friga thot ma mirë s'pa e la, ma mirë thot s'pa shkojmë filan veni bese, a gjë nuk është haram me shku, ama si shkoj atje dë ndalin dë punë tjera, ja dhe shot dhe një haram, ja, për çat disa dietare kanë përmend për shembull me shku në për qendra tregtare, me shku në për vende ku harami, halali, aty është e përzime, ja kime një gjonat këqia, ja kime po gjonat këqia, s'ki nevoj, mos shko vlla, mos shko se ajo nuk është haram me shku atje, po haram është ka mundet me ardhë mas asaj, që shko quhet, me thonë, elwara, ose që zakonisht e përkthejnë devotshmëri, mirë po është kujdes I shtuar për mos me ra në gjunahe, për mos me ra në gjunahe, dhe kjo është një gradë, me thonë, dhe kjo ka të bëjë, me thonë, me karakterin e muslimanit, është një virtyt, se muslimani nuk e këshir vetëm, do me thonë, a është haram që kjo gjunahi madh, po gjunahi madh nuk e bëj, a gjunahi vogël s'ka lidhje, se I vogël kanë, jo kështu. Duhet me shiku me I të lartë gjuna. Për çata unë e parapëlqej me e përkthi fjalën vora, me I qëndru larg gjunahit. Me I qëndru larg rrezikut. Do të thonë sigurisht se për punët e dunjos, I rri larg rrezikut. Nuk, do të thonë, afrohesh, nuk I afrohesh rrezikut në mënyrë që mos me ra pastaj në gjuna. E tash ka disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilat na japin që këtë kuptim. Edhe pse pejgamberi sa direkt e ka përmend në disa hadithe e ka përmend, sigurisht se e përmend hadithin e Abu Hurajrës, të cilit I ka thonë kun wari'an, bëhu, do të thonë I kujdesshëm, e rri larg gjunahit, atëherë do të llogarites si për njerëzve më ibadetxhi, do të thonë që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Kjo është një hadith të cilin transmeton Nawas ibn Sam'ani. Nawas është shok I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për mirësinë dhe për mëkatin. Dhe vetë, ja Rasulullah, çka llogaritet e mirë dhe çka llogaritet mëkat? I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kështu: mirësi është sjellja e mirë, kurse mëkat është ajo që të ngjall dyshim në krahërorin tënd dhe dëshiron që njerëzit mos e marrin vesh, mos e shohin. Pra mirësia është sjellja e mirë. Nëse do me e përmbledh çka është e mira është me qenë I sjellshëm, me pas moral, me pas virtyte. E çka është e keqe? E keqe diçka që të bren në zemër, si I rahat. Pse e bën atë? Nuk I rahat. Dhe nuk I qef që njerëzit me e pa. Që kjo është definicioni, çfarë do të thonë? Kjo do me thonë se kur e ki thonë ti një fjalë, ose kur e ki bon një vepër, nuk e kon shumë I sigurt a është halal apo s'është halal. Edhe ajo të ha në shpirt, të bren në shpirt, të bren në zemër, dhe nuk le, ama zemrën e kujt? Zemrën e muslimanit, zemrën ati që fal namaz, se ka dikush për çem I ban këta na xezë dhe nuk e bren në shpirt, ne nuk po falim për këta. Folim për ata që e ka gajle xhenetin edhe xhehenemin. Një njeri I cili do me shku në xhenet, një njeri që I tutet Allahut, një njeri që e fal namazin. Nëse do me ditë se çka është definicioni I gjunait, është me bë diçka, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka me të hangër ajo në shpirt, ka me të brejt, ka me të ngacmuar, ka me të ngjall ndyshime dhe nuk I qef që njerëzit ta dinë ata dhe ta shohin. Sepse kjo është mes edhe Allahut subhanahu wa taala. Thot Haseni, kush është Haseni? Djali I Hazreti Alis, nipi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Haseni thot kështu, Hasan ibn Aliu, Hasani dhe Husaini, janë nipat e pejgamberit. Hasani
Thot qish i vogël e kam majt mend për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një hadith. E kam majt mend një hadith. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Da ma yeribuke ila ma la yeribuk." Lene ato që të ngjall dyshim, lene një punë që të vend dyshim, nuk i je i sigurt, dhe bane një punë për cilën ti je i sigurt. Diçka është dyshim, a ban, as ban, halal, haram, lejohet, s'lejohet, mirë, keq, a i thash mirë, a bona mirë. Nëse diçka të ngjall dyshim, lene. Mirë. Dallimi mes kësaj edhe vezveseve, do të thonë ka dallim. Jo mu bon vezveseli. Për shembull, njeri ka disa njerëz të cilët bëhen vezvese. Çish bëhen vezvese? S'munën me marr avdes, s'munën me fal namazin shkaku i dyshimeve të shumta që i kanë në kokë. Kjo është tjetër se. Vezveset e shejtanit duhet me i luftu ndryshe. Nëse nuk ka arsye për me pas dyshim, nuk ban njeri me dyshu. Ka njerëz të cilët për shembull fillojnë me marr abdes, edhe 2 orë, më thonë kjo është smuje, kjo është vezvese e shejtanit, smunën, une kam pas rast, dhe me thonë, me njerëz që më janë drejtu për shak me gjetjes së zgjidhjes, ka hi për shembull njeri në banjo me marr abdes, edhe pin sabat deri në drekës s'ka dalë për banjës. Merr abdes, jo se mora mirë, jo ushterpika, jo bona ket, jo bona, dhe ka njerëz të cilët e lanë edhe namazin. Kjo cilësi është e keqe, kjo është pi shejtanit. Ky dyshim nuk duhet mu marë parasysh. Për qatë ama gjërat të cilat për shembull janë të dyshimta, për arsye se ka dyshim të fuqishëm aty. Jo vezvese, jo dyshime që vijnë pe shejtanit. Për shembull ti nuk e di, do me thonë që kjo puna është halal as është halal, kjo fjala është halal as është halal, kjo biznis është halal as është halal. Për shembull dosh me shku me blej diçka një pajisje elektronike, ose çka do kohë diçka dhe një mobile për të shtëpia, dhe të ofrohet një lloj, më thonë, oferte që është nëpërmjet bankës, ti nuk e di a është haram, ose është haram, a është halal, të dush mu vërtetu. Këto gjonat e dyshimta, nëse do me erujt fen, nëse do me erujt dinin, nëse do me erujt imanin, du të mu largu prej këtë gjërave të dyshimta. Sa i përket avdesit, ibadeteve, namazeve, ato duhet mi prej, nuk duhet mu marrë me ato. Për shembull, i tu fal namaz, nuk e di a i në 3 reqat apo në 4 reqat. Shumë e thjesht është. Vendos në ato që është më e sigurta dhe i largon dyshimet. Se kur dyshon sa i në 3 apo në 4 reqat, çka duhesh me vepru? Në dyshim je. Duhesh me vendos se i në 3, se e 3 është e sigurt, e dyshim është e 4, po. 3 është i sigurt, 4 është në pikpitje. Ose për shembull, nuk e di, për çat ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe i ka thonë: "Ja Resulallah, unë kam shumë problem, ka thonë, kam problem me barkin, edhe nuk e di, shpesh herë mendoj që mu prish avdesi." Do të thonë mendoj që më prishet avdesi, se dia mu ka prish ashtu, s'mu ka prish. Pejgamberi ja pret këtë mund, ka thonë, mos, edhe kjo i ka ndodhur namaz tokon. Ka thonë mos dil prej namazit përderisa nuk e nin erën e gazrave, ose nuk e nin zanin. Do të thonë dush me ikoni sigurt. Shembull, thot dikush, ai se dia kam, s'ka, se dia kam as kam avdes, dush me ikoni sigurt. Do të thonë, nëse ki avdes, me dyshime s'prishet avdesi. Nëse ki avdes, me dyshime s'prishet, pse se e merr sa herë ata që është më e sigurta. E kështu me radhë, ju duhet me bëni dallim. Një hadith tjetër që flet për rëndësinë do të thonë kësaj cilësie, pra me pas kujdes, mos me hinë në gjëra të dyshimta, është një hadith e cilën transmeton Nu'man ibn Bashiri. Edhe kjo është ndoshta prej haditheve kryesore në këtë temë. Ka thonë pejgamberi sallallahu, thot Nu'man, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë. Ka thonë, halali është i qartë. Ka thonë, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha kathirun min an-nas. Do të thonë, halali, ka thonë pejgamberi sallallahu është i qartë. Harami është i qartë. Midis tyre ka gjëra të dyshimta që shumë njerëz nuk i dinë. Kush ruhet për këtyre gjërave të dyshimta, e ka mbrojtur fen dhe nderin e tij. E kush bie në gjërat e dyshimta, ai është sikur se bariu që kullot baktin e vet pranë një zone të ndaluar. Do të thonë bariu shkon me vend, i afrohet arës së huj. Çaj që merret me gjërat e dyshimta, është thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se bariu i cili i afrohet një zonë së ndaluar dhe shumë afër për me hinë ata. Pra ka thonë pejgamberi, ta dini se çdo mbret
e ka zonën e vet që e mbron, që është ndaluar me hitë, dhe zona e ndaluar e Allahut në tokën e tij janë ato që ai i ka ndaluar. Ta dini se në trup është një copë mishi, që nëse përmirësohet i tërë trupi, dhe nëse priqet i tërë trupi, ajo është zemra. Pra ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, halali është i qartë, harami është i qartë. Ka do punë tjera që shumë njerëz nuk i dinë dhe ato janë gjëra të dyshimta. Për shembull halal, a është bukë me hangër, a është halal? Ke dunjoja e din këtë, s'ka dunjoni që të vëllahu se di buka, gruni, jo, kjo është e qartë. Zinaja është haram, a është vjedhja haram? Këtë e din se vjedhja në çdo fe është haram, apo? Po ka disa gjëra të cilat nuk i din vetëm ata të cilët janë të thelluar, ndoshta dietarët e mëdhej din, mirë po shumica e njerëzve nuk i din. E ç'kto për më urujt për këtyre gjërave, domethënë për me rujt fen duhet më urujt për këtyre gjërave të dyshimta. Qofshin ato gjëra të reja që janë paraqit, nuk folim për haramin dhe për mekruhin, po gjëra të cilat ne nuk e dim, a janë ndalume apo janë të lejume. Ktu për me mbrojt fen, mos më thon për shembull unë s'e di. Nuk e di a është e lejume, a është e ndalume, mirë po unë i kumbo që një 20 vjet. Vjen dikush thot unë që një 4-5 vjet jam te a është halal, po ti ku e kam para se me, domethënë duhet nëse do me rujt i fen. Çka nëse e merr vesh ti mas një kohë gjatë, për shembull se një vepër është e ndalume. Domethënë njeri te i cili ka vlerë dhe ka pesh feja, ka pesh, kjo lidhet domethënë me ato se sa ai e besimtar. Sa e çmume të ti është imani dhe feja, sa e rëndësishme është për ti më rujt për e xhehenemit. Njerëzit materialista domethënë nuk vlen për ata njerëz të cilët nuk e kanë kurkum prioritet dinin Allahut subhanahu wa taala. Pra gjëra të dyshimta, qofsht ato për shembull për gjëra të reja që ndodhin që s'kan qenë më herët, shumë, domethënë kije për shembull në aspektin e marrëdhënieve tregtare, çka s'ka tash, domethënë në aspektin e ushqimeve, në aspektin e po ka një kujdes që duhet me pas, njeri, domethënë është si ka thonë pejgamberi sa ejmilu fi talab, ka thonë o njerëz, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, keni frikë Allahun dhe kërkojeni riskun në mënyrën më të mirë dhe të denjë, sepse asnjë shpirt nuk do të vdes pa e marrë riskun e vet. Edhe nëse vonohet, prandaj keni frikë Allahun dhe kërkojeni riskun në mënyrë të bukur. Ka thonë ejmilu fi talab pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ta dish ti ajo që është për ti ki me emri, për çat mos e hub kontrollën, mos dil jashtë binarëve të fesë. Se ka disa njerëz me mishe me shpirt, me çdo kusht, domethënë dojnë me emri deri te parja. A është halal, a është haram, nuk e qit. A është dyshim, nuk i intereson fare. Ka thonë sa badjava ti nëse kështu ti vetë gjunahe ki me marr. Edhe s'ki me marr më shumë se sa që të është caktuar. Nëse dikush për shembull i prish rregullat e halalit, do të thonë që ai do bëhet më i pasur se sa që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu ja ka caktuar riskun secilit. Do të thonë çka është për ti ka me ardh. Dhe ti veç dush mundu që të mbetesh në binar. Është një tregim interesant që e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu. Është hadith sahih, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon për popujt që kanë qenë para tij. Thon pra na tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga lajmet e popujve të vjetër. Thot një njeri e blen për një tjetrit një arë. Ja blen, sa ka kushtu e ka blen. Edhe kur e merr ki pronari i ri tash arën edhe e lavron arën, kur në arë e gjen një çip me lira. Edhe kur e gjen, me thon drejtën, te ne për shembull jo një çip me lira, po me gjet diçka e më kanë bën do far eksperimente sociale për shembull na për rrugë kanë bën perëndim dikun perëndim shtetet e Evropës, në Amerikë se diku, edhe e kanë bën te muslimant. Te muslimant apo ka dikush që ta kthen. Për shembull në perëndim e kanë bën një 500 erç, e lidhin më një penë, edhe njerëzit, domethënë ai pilar që am shef dikun e ma, domethënë si çelli e merr kap në xhepesh ti. Te muslimant apo ekziston e ndërgjegja, pse te muslimant ka njerëz të cilët tutën për shembull, e gjen kuletën ta jep me gjithë parë. Edhe pse jo krejt, normal. E kanë bën në Dubai nëse në Emirate dikun.
më thonë, kalon një njeri, kjo është eksperiment social, kalon një njeri dhe shtiret kënë se i bje koleta. Në Evropë sa njerëzi me kostume, me katlëke, me kravata i marrin, shtinë në gjep koletën edhe hikë, ka kupton. Atë muslimant, në me thonë shumica, ndoshta me përjashtime të vogla, se ne s'mund themi se këtë muslimant, me thonë, e kthejnë ata. Pse se njeri është i krijuar me dashur pasunin. Thotë Allahu në Kur'an, "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Ju e doni shumë pasunin. Edhe rrallë janë ata të cilët e ndjejnë se kanë një përgjegjësi për shembull ndaj atij. Ka qenë një lajm në Gjermani para vjet, një sirian, domethënë që ka qenë azilant atje, e kishte gjetë një kufer me parë dhe e ka paraqit, domethënë në polici. Kjo ka një lajm këtë botën, unë e kam lexuar si lajm, domethënë në për shumë portale botërore. Domethënë çdo sa një kufer me parë me miliona. Muslimani s'janë të mijat ata. S'mundën më bë të mijat nëse s'janë të mijat. E sa çka ndodh tek këtë tregimi që transmeton pejgamberi alayhis salam na ka thënë, thotë ki që e ka ble arën kur e shef flori, altan. Shkon te pronari, prej cilit e ka ble, thotë diçka thotë. Merre thotë kët altanin, thotë unë prej ti e kum ble arën, se kum ble me altan. Ai thotë, jo, thotë jo ti është. Ai tjetri, s'e tregon pejgamberi, thotë unë ta kum shit arën dhe çka kam ta. Se normal ki se ka di që ka altan. Çka bëjmë? Jo e jotja, jo e jemja, do me thonë hinë në mos marrëveshje, thotë Pemsa. Edhe shkojnë të një i treti, të një njeri urt, si me thonë të një dietara, hoxha, shafon, për mu gjiku. Thotë, ky se merë këtë, thotë, unë ja kum shit, unë s'mi interesant, së është i jemi ki altani. A i qëti thotë, jo, thotë, unë e kum ble arën, kjo altani, thotë, me këtë altan, unë muj me ble edhe 10 ara si kjo, unë se kum ble altanin. Edhe ki njeri urtë e shef që këto se kanë ndërmend, se kanë ndërmend mu marrë vesh, shaman, thot, a kini fëmijë? Njoni thot, po unë e gjallë kam. Ti thot, unë e kam një qikë, thot. Po të martoni këto di, edhe jepjave një pasurin, dhe me thonë këtë altonin që e keni qëtë japën e këtë di, dhe jep një sadaka. Mirë, po kjo është një shembull që të regon se besimtari qëfar kujdesi ka për mos me marrë diçka që s'është e veta. Kjo është ajo poenta, ajo që tregon domethënë hadithi. Nuk është ajo pralla, po kjo ki tregim se nuk është prallë, kjo është i vërtetë se e ka kallëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë është se njerëzit e devotshëm, njerëzit të cilët janë të lidhur me Allahun që kështu i shohin zonat. E tash ka dhe diçka. Do me thonë, pra njeri duhet me pas kujdesin ndaj mëkateve, kur ka llazhveresh, kur ka marrëdhënie tregtare me dikan. Normal njeri duhet me pas kujdes kur folën, njeri duhet me pas kujdes sinin, njeri duhet me pas kujdes veshin. Çish veshin? Ka thonë pejgamberi, nëse dikush e ndëgjon muhabetin e dikujt, ai dikush nuk ka qef që ti më ndëgjon muhabetin, po fshehur azi. Ditën e gjykimit kam ju gjujt në vesh të këtij që kanë ndëgjuar plumb i shkrir, kam ju mush, anek quhet, do me thanë, vesht, Allahu subhanahu kam ja mush, dikush që, për që më bëmot kisëm se s'nin, a më janin muhabetin ative në qash atje, shka bajnë, dhe një muhabet privat, a i zdot që ti me ndëgju këtë muhabet, për edhe kjo është kujdes, mos u merr me gjanat, për qatë kjo është përmbledh në një hadith tjetër Hasan, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, min husnil islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Kur e shohim se dikush e ka kuptu mirë islamin dhe praktikon drejt islamin, kur i le gjëra që s'kan të bëjnë me të. Pra nga bukuria dhe nga mirësia e islamit të dikujt, të fesë të dikujt është milion gjëra që s'kan të bëjnë me të. Edhe kjo është ajo wara, ajo devotshmëria, ai kujdesi që duhet me pas njeri. Nuk është vetëm se shembujt i prum shumicën, domethënë me marr pasuri, me dhon pasuri, me punu drejt. Jo, edhe në shikim, edhe në dëgjim, edhe në fjalë duhet me pas kujdes njeri. Sidomos për shembull kur bëhet fjalë, thënë dietarët, domethënë me pas kujdes kur bëhet fjalë me fol në emër të Allahut, me fol në emër të pejgamberit, me fol në emër të fesë. Ne kemi problem. Unë mendoj se ne shqiptarët e kemi shumë problem me u kujdes kur bëhet fjalë domethënë për fenë e Allahut. Thonë, hoxha, si ke ajo ose japin këtë fetva.
Por shumë si ka thonë Allah, e ka një hoxhën ndërë, thot ka thonë Allah. Ajo ka thonë Allah është veç Kurani. Ajo tjetra që e ka thonë hoxha, bambaki është komentim i asaj që e ka thonë. Për dhe me pas shumë kujdes. Thot njëni prej tabinve, i kam taku 300 veta prej shokëve të pejgamberit. Edhe kur i pyçmi ndonjë fetva se cili, në me thonë më qejket e tjetri. Veta ajo është më kompetent, ai tjetri, ama ato djetarë që janë konë. Se cili ka ik me dhonë përgjigje për në fe. Atë në fe japin krejt, në me thonë për fe, japin krejt përgjigje, e ki po. Fol ai tjetri, fol mekaniku, fol xhamati, fol muezini, fol. Në me thonë veç mas pak që japin fetva këtu janë ata që janë hoxhallar fatkeqësisht, a kupton? Në me thonë fol pastrusi, fol doktori, fol këtë për fe folin, a kupton? Feja është shtu, feja kështu, Zoti nuk është për këtë, në emër të Allahut, kjo quhet do me thonë kujdesi, bile kjo është më e rrezikshme që me fol për Allahun subhanahu wa taala, diçka që Allahu se ka thënë. Do me thonë kjo është, do me thonë, prej gjanave që mundet njerin me çu. Është edhe një send mundet njerin me çu, do me thonë në përfundim shumë të keq Zoti na ruaj. Është edhe diçka që quhet, do me thonë, devotshmëria e rrenjshme. Edhe kësi gjana ka dikush që këtë kujdesin dhe gjunahëve, ai nuk e ka në zemër, po ka qef, do me thonë që të tjerëve t'ju jep një përshtypje kënë se kjo është shumë i devatshëm. A kjo është shumë e keqe, kjo është do me thonë diher gabim, se ka dikush të regohet ashtu gjuna i devatshëm, ka ndodhë kjo nga Hazreti Omerit radiallahu anhu, një person pazar, e ka gjetë një hurmë diku. Pazarat i kije me mija hurma, do me thonë, e ka marrë atë hurme dhe ka bërtit, kujta është kjo hurma, dhe me këse unë e qaqë, adhi këtë hurme nduhet pa qare ta gjenë pronarin që mos e marrë për vete, edhe pse kjo gjonë pa vlerë, ti mund është me marrë, nuk është gjuna shembol, është gjonë pa vlerë që edhe Omeri radiallahu anhu i thot, i mshon një herë, do me thonë ma atë shkopin e vetë, edhe i thot kështu. Omeri radiallahu anhu i thot, lene thot këtë paraqitjen me devotshmëri të rrenjshme. Mshele gojen me këtë, për kjo është hurme, sa aje ka bo këtë, do me thonë për me tregu se unë jam qaqi kujdesshëm, sa që një hurmune, do me thonë të hujen nuk e marë. A bëma ki kitë ta bëjnë halal, që do që ati, shka, kur mundohet dikush, do me thonë me u tregu se kinsa është shumë i devotshëm, do me thonë kjo është e ndalume. Ka thonë për sa më një hadith tjetër, kushdo që i bëhet mirë, le ta shpërblej. Ta ban dikush një të mirë, ktheja sa të kesh mundësi. Nëse nuk e gjenë me çfarë ta shpërblej, atëherë lavdroje. Sepse kush e lavdron dikan e ka falendru. E nëse e fshe të mirën që ta ka bëu dikush, ai ka mohu të mirën. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kushdo mu stolis me diçka që nuk është e atij, domethënë pretendon diçka që nuk e ka, është sikur të kishte veshur di rroba të rrenjshme. Domethënë kush lavdrohet me dikan që se ka. Për shembull dikush lavdrohet kin se e ka bën një punë të mirë, ai realisht se ka bën ata. Është sikur mi vesh di rroba të rrenjshme, thënë dietarët, kjo fjalia e pejgamberit di rroba të rrenjshme është edhe munafiqllëk, edhe dyftësi, për arsye se ti po e kallzon veprën e mirë se ke bën për Allah, dhe dita është edhe rren. Domethënë i të bën edhe dyftësi edhe rren. Kjo e ka kuptimin sikur se mi vesh di rroba të rrenjshme. Gjithashtu është një pyetje që e kanë bën Imam Ahmedit rahimahullah. Vjen njëri thot, ku bëni gjuna të madh, thot, ku bën zina. Edhe ajo gruaja thot ka me 7 zane. Ki thot subhanallah, po thot pse surujte dhe me ka din mos kishmet ajo 7 zane. Thot kam një thot që i murujt dhe me mos me ejakulu brenda mitrës, është me kru. Thot ti pas kam rinë që është me kru kjo, se pas kam rinë që është zinaja haram, që kjo është një lloj devotshmërie e rrenjshme. Ose për shembull vjen te Abdullah ibn Omeri. Te Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, sa minuta më? 31, shumë kallzon. Si është më.
Edhe me këtë ta përfundoj. Vjen te Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, vjen pi Irakit. Ju e dini që në Irak kush e ka tradhu Huseinin, nipin e pejgamberit që e kanë vrarë? Çato të Irakut. Edhe plus çato masane janë kon ato kokat e paraqitjes së shiizmit. Domethënë, vin prej Irakut, ka ardhur Abdullah ibn Omeri, një irakian, ato janë njohë si njerëzit fitness, njerëzit, edhe I thot ku marr, thot me një fetfa, thot për ti. Një mis, thot me mit, e kum mit pa kur gjohë heq, një mis, thot. E kum dertë, a kam diçka dini dëm, duhet me dhonë dini dëm shpërblim, thot se e kum mit e kum dertë gjakun e një insektit. Thot Abdullah ibn Omeri, subhanallah, ju e keni vra Huseinin, ju, që këto, më thonë, që këto njerëz sikur se ti e keni vrarë Huseinin, që është nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e keni vrarë padrejtisht, edhe kanë me vrarë një atë që e ka dash më shumë ti pejgamberit sa. Edhe si jeni tutë për kësaj, e ki ardhur me marr, domethënë fetva për derdhjen e gjakut të një insekti. Kjo, domethënë, jo që nuk kanë përgjigje këto pyetje, normal që kanë përgjigje këto pyetje, se s'ka kur gjë me vrarë një mis. Bile mizat lirisht mundesh mi vra përveç asaj mizës së tokës, mi lingonën, ata s'ban me vra, bletën s'ban me vra, kanë përgjigje këto. Mirë po, kur njeri dëshiron që nëpërmjet disa pyetjeve mu tregu më I devotshëm, ajo është faktikisht më I devotshëm se sa që është, se zemra e nuk e ka çashtu. Zakonisht këta njerëz zemra e tyre nuk ju tutet Allahu, mirë po, mundohen të paraqiten gjithse janë të devotshëm, a qëllimi I këtyre është me përfitu nga kjo devotshmëri. Se shumë njerëz ja janë lipsa, ja dëshirojnë dunjon, domethënë ja janë, domethënë faktikisht janë njerëz me karakter shumë të dobët. Allahu na ruaj prej këtyre cilësive të këqija dhe Allahu na mundsof që të stolisemi me virtytin e devotshmërisë ose ndërgjegjshmërisë ndaj mëkateve në mënyrë që edhe ta bëjmë një pengesë mes neve dhe gjunaheve. Jo gjunahit më afro në buzë gjunahit, se kush afrohet në buzë gjunahit, normal që shumë rreziku është I madh për me rënë gjunah. A kush I rri larg gjunahut, do të thonë që ai është njeri I devotshëm. Allahu na mundsof të bëjmë këtë. Alhamdulillahi rabbil alamin.